unë nuk kam zgjedhur viktimizimin, përkundrazi kam zgjedhur që t'jem e fortë, të kem integrimin tim të barabartë në shoqëri fillimisht e pastaj t'jem edhe zë i të tjerëve. Si fëmijë me njerë pas lindjes jam ballafaquar me sfida ndryshme shëndetësore si shkak të një diagnoze të gabuar që ka ardhur nga një doktor në atë kohë, për të më shkaktuar një deformitet në lëvizje që do të më përcillte pastaj pothuajse gjatë gjithë jetës. Dhe në këtë kontekst, në këtë pikë, natyrisht që ka pasur sfida të ndryshme për shkak se është dashur të jem nën kontrollin mjekësore gjatë gjithë kohës, përkundër ndoshta rritjes, zhvillimit, fakultetit, shkollimit e gjëra të tilla, gjithmonë fokusi ka qenë edhe tek pjesa shëndetësore. Kam kaluar 10 operime të plota, secili më i rënd se tjetri, për të përmirësuar atë vështirësinë në lëvizje që më ka nosej që nga fëmiria dhe për të arritur në një pikë ku 70-80% tani sfida ime shëndetësore është më lehtë dhe më e mirë se sa që ka qenë në të kaluarën, pra jam përafruar normales dhe bëj totalisht një jetë normale sikur të gjithë të tjerët. A ka qenë e vështirë nëse më pyet, ka qenë pa diskutim jashtëzakonisht e vështirë, por të lehtë e ka bërë mbështetja e madhe e familjes, e shoqërisë dhe njerëzve që kanë besuar tek unë dhe tek vullneti im për të qenë një person i suksesshëm dhe i mirë integruar në shoqëri. Cila ishte ajo momenti ndoshta më i rënd që ke te kalu gjatë këtyre viteve tua, kur ti ndoshta ne që të njohim e din që nuk je dorëzuar, po një moment ka pasur që ndoshta ke thënë, ja, kjo është fundi. Ka pasur kogja shumë momente të tilla dhe mund të them lirisht çdo herë kanë qenë momentet kur jam nënshtruar operimeve, të cilat ishin secili më i rënd se tjetri dhe në secilin që hyja nënshkruaja vdekjen me dorë. Domethënë e kam pas kështu të sigurt që sfida është aq e rëndë për ta tejkaluar, saqë asgjë nuk e kishim të sigurt nëse do t'i shpëtoja e gjallë fillimisht e pastaj nëse do të kishim suksesin për çka hynim. Dhe këto sfida, këto momente të nënshkrimit të saj, natyrisht që konsiderohen si momentet më të rënda që i kam tejkaluar, por pastaj kur e kemi pas suksesin, kur e kemi pas që unë mbijetova, sikur prap janë harru dhe prap e kemi pas atë fokusin që tani të vazhdojmë tutje, kemi arritur në këtë pikë dhe duhet ta mbajmë, ka qenë jashtëzakonisht, po jashtëzakonisht e vështirë. Dhe mos harrojmë që të qenit femër në Kosovë, të qenit në një pozicion të rëndësishëm, çfarë jam unë, ka pasur dhe paragjykimet e veta konform kësaj, sepse isha ambasadorja e parë e vullnetit mirë në Kosovë, shpallur nga një mekanizëm ndërkombëtar. Pastaj isha e para që kisha vështirësi në lëvizje, ishte diçka komplet e re për spektrin politik e diplomatik të Kosovës.